Halilën zallën kam me fëmin, të tekën kraha. Nëse erdhe drypa në Halili, thoi, kanë pas thonë. Ato është Halili është në sot. Nuk i ra shumë fushkru, thash se me bë marë burri me gotëm, hik në kru, e unë me këna mo vdek dera më, e një mojtë të sami rrug, pa rrug, 3 rrug, ure, rrug. Mu me thëndrit, merë fëmija mrapsh. Qa rreziku është i vërë. Erë fëmija mrapsh, dojë krahi. Patli, djali, sa karan toka vdek. Halili vdek, Edhe fëmijët i kanë lind duke u lidh rrypat në tratë e shtëpisë, edhe duke sforcu veten për me lind fëmin pa asnjë lloj ndihme. E humja më e madhe ka qenë edhe humja e vllajt tim, që e humëm. Ajo, më të nej. Ajo, kur i thojnë i ka shtu dhimet, i ka bom sa që nuk du ti të përmen. Ja, s'ka pas drita, në kina pas dritë. S'ka pas drita hiq? Ose një kanil vogël me gaz, ose me dritë zjermi. Jem martu 15 vjetat i kam mushke burri. Dikush, ose është zonë nuse në bark nanës, ose është martu me një që nuk e njeh. Ditë në djelë shkova majt kalit të burri. Ti, u ndave prej babë se rej me vllanë. Bra, u dava prej babë, të rash me nanë me vllanë. Edhe ti shatë ditë e more, vesh të ti u martu e të ike burri. Kërse ditë? Jo, robat i fuqim kosht, i garkojshim, beshim në kucinë, në hikshim ke kroj biljet i thojshim, a kim... Po, që është në fravesh. E nezshim zjermin, vejshim kusajnë, bojshim fin me hi, e ne i fërkojshim, e ne i zishim, po ata u bojshin akull në fakt. Nuk më rrunë, më hikën 3-4 kalamaj. U bona si e qmenme, si e lujt me mensh. Shkoj këtë doktorit, se unë lujta mensh, unë nuk kishe qenë në vete. E qita vujti i kam hjek për vete. Tash i sot, do të shfash me ju jetën e nonës time. Ato që ka ngel në mendje nga jeta e shkuar. Si ishte jeta e gruas në Malsi. Kur flas për Malsi, unë flas për Malsinë e Krujës dhe për Malsinë e Tiranës, në këto zona që i njohim që ka jetu ku ka lind nëna ime, por mbase në Malsitë e Kukësit, në Malsitë e Tropojës, në Malsitë e Kukës, në Malsitë e Dibrës, në Malsitë e tjera të vendeve veriore, jeta e gruas mund të qenë edhe më e vështirë sa e Malsive këtej. Por sidoqoftë në Malsi dhe në Male gjithmonë ka sunduar kanuni dhe njerëzit kanë pas hecur me kanuni, janë mbajtur kanuneve dhe kanuni ka qenë ai që nuk e ka mbrojt femrën, por gjithmonë femra ka qenë shumë hapa larg mbas burrit. Këto histori duhet të ngelen si tema mësimi për brezat e ardhshëm, sepse po vdes kultura, po vdes tradita, po vdes respekti, po vdes njerëzia, po vdes respekti për nënën, po vdes respekti për vllajën, dhe leje për të vjetrit, për gjysherit që shumë pak po i duan. Kam injizuar gjithmonë jetën e njerëzve të botës, dhe shqiptarëve të Turqisë me mira, por edhe unë du ta kem kujtim, por edhe të jetë mësim për ne, edhe për ato të cilët sot në plan të parë vejnë vetëm fitimin e lekut dhe lojnë bazore sidomos prindërin. Unë jam mundu sa mundësi kam pas që mos ta bëj këto, por edhe unë njeriu nga i herë dhe mu mbin siguresat. E kemi thënë në programin tjetër që të dinte na ku ke lejt? Në Zanner. Ke qenë fëmia i fundit. I Zëneta Demit. Ma e vogla. Uli që i kom të sipër dhe më shtetu mirë që t'jesh e lehat, mos më rrim siklet, se më shpitate je, edhe më time, ne unë nuk e jotja, pra jam shpiton, nuk na sha njeri, më shtetu mirë, hiq i pandov, dhe të meri kom në divan, e du uli këshu kam kryset ejten kom, shtri kom, shtri se nuk sha njeri, jo, për shaj s'ka gjo, si i thot në faleminderit, po nuk sha njeri, se shtrijet kom, se të ejten kom, kur i ma posht, qa kanë kam t'i ke për smari, ma të mira se i ke qamin nuk i ke, pista nuk i ke, kam se ejtën ma, 80 vjeqë, kur shkojnë 80 vjeqë, ka ma ime ka për të bo, si me pas, si gjithë fiku e thot copa. Ta shte, ti ke lindë në Zallner, e kena pa dhe radhën tjetër që Zallneri është buvilla e sotme. Ndërgoj herë, kur ke qenë i vogël, fëmini, qartë kujtohet edhe qërë jetë e kalojshi, pas do të kalojmë se është martu në mosh 15 vjeqe, ka shku keni familje që nuk e di, dhe familje e malsorëve të Krujës, nga baba im kanë qenë qik të rep, më thonë drejtë, nuk kanë qenë fort edhe të but, me i ledha tu, gratë, po me të pa i herë kësho, u drithshe. A ke shku në shkollë i herë? Më shku në shkollë që 6 vjeqe. Dhe të grejshëm mjes të heret, gjithë fëmija, jo vetëm unë, për në fëmijë tjerë.
Do të mlidhshim makallet e misit, të grunit, të Pra prit, ti ke lindur në Zallner në vitin 1946. Po. Në Zallner ke buvilla sotshme. Ke qenë fëmia e vogël e 6 e Zenel Ademit. Po. Kur ke lindur në shkatun tuaj, në fshat tuaj, ka pas shkollë? Ka pas. Ka pas shkollë. Po. Pra, shkolla që është ai themelimi, është ai thelbi kryesor i formimit të fëmijës të rinis, që është e domosdoshme për jetën dhe për të ardhmen. Pra, shkolla ka ekzistuar. Sa mësues kishte dhe sa klasa kishte? Ishin 4 klasa, 3 vetëm parën, 2-3 dytën, ishim kreti klasë, ma ishim 10-15 vetë gjithë në shkollë, nuk kishte shumë. Po, se 5-6 familje kanë qenë në Zallner në ato. Edhe mësues kishin vetëm mësues. Vetëm mësues. Si quhej mësuesja, më men emrin? Po ja maj. Si e ka? I farta mor hoshi. Po mor hoshi. Po. Qoftë mësues i egër apo i butë, i dasht apo agresiv me fëmijët, u pretën paqe se mësuesi ka rëndësi sa ai të mësoj që të shkruash edhe të lexosh ti e dije. Ju ka pas kref ndonjëherë? Alla na ka pas raport sepse na nuk mësojshim, jo për tjetër, ai të na mësojte. Ha, pse nuk mësojsh ju rrifte? Nuk mësojshim. Na nuk mësojshim. Ja fal zoti dorën atëherë. Ja shkojshim me gjan, binte shi, binte breshën, binte xhbinte, shkojshim mu thajshim, vesh, shkojshim pri shkollë, shkojshim me gjan, bishim shtëpi, ne na merrte gjumi, nuk unë mësojshim. U greshim mjes shkojshim në shkollë pa mësu, pa detyra. I thoshte, pse si keni bërë detyrat? Pse s'keni mësu? Na kishim frikë, nuk folshim. Sa vjeçe ke shku me gjan? Me gjan që 5 vjeçe, 6 vjeçe. 5 vjeçe. Po, 6 vjeçe hyna në shkollë. 6 vjeçe në shkollë. Kur shkojshim me gjan, kishe pas shku larg shtëpive apo afër? Ja, larg. S'kina pas safër, kina pas pyllma, nuk i kana pas shumë për arat, i kina pas shumë për pyjet larg ta. A keni me sa di në Zallner dikur ka qenë edhe lumi, një lumi madh që kalon atë? Ka qenë, unë kom për vete, kom pas shpinë në mjetë 2 lumnash. Po, lumi Xenit e lumi... Në lumi vogli, kina pas Lumi shumë vogël. Po. Edhe keni pas shpinë mes 2 lumnash. Mes 2 lumnash. Do t'i kalojsh këta do lumna për me shku me gjan? Vetëm herë njën, herë tjetrin. Po, i nuk shkojshin për ditë sa për keni ditë kalojshim vetëm i lumë, se nuk i qoshim 2 herë në 2 krahat. Se njëni ishin kështu. Dhe shkojshin të pishin atje, na nuk shkojshin e bishin në buvillë. Na kalojshim i ta, në shkojshim për grynë vetëm për pyjet. Po, do të kalojsh i lumë për me hyp në faqe mali. Po. Sa fëmijë keni pas shku bashkë me rujt lopë? Shkojshim, na nuk shkojshim vetëm se ishe pyllë, jo se kishim frikë për në gjanë, po si da qoftë. Shkojshim kishe, unë për vetën time, ishim 3-4 shpije, i bojshim me rallë, shpitër lagjes, i ditë, unë i ditë tjetëri, 4-5 vetë. Pra, kene qenë 5 shtëpia. Ato 5 shtëpia kishin kush 3-4, kush 5, kush 6, kush 7 kalamaj. Po. Në përgjithësi, i mlidhshit lopet dhe bagëtin e krejt shtëpiave e shkojshit grup. Po. Sa fëmijë shkojshin, për shembull, sot u bojshin me shku ju 3-4, nesër shkojshin 3-4 tjerë, apo shkojshin për herë ju? Jo, ose kur shkojshin për vete, ose si u rritëm, si u bojshim e bom me rallë, si shkojshim për punë. Po kur ka qenë të vogjël, jo kur u rriqit, po. Shte koshim vetat. Po e në bojshim grupe shkojshin? Po, bojshim grupe shkojshin. 5 vjeçe. E në me lagjen tjetër, u pishim atje, në shkojshim pyllë. Po, ti 5 vjeçe, Po. A meshe nëj tjetër, nëj vlla, nëj motër tjetër, mos e vinte me ju? Jo, të kishte vlla e motër ishin. Prej shtëpije vetëm i ne me shku, Po. E sa lopë kishe me i qu? Po mershim lopër, dele, dhiga, morë, qërë kishim. Mershim me vetëm. Çfarë ore shkojshim jes? Po mjes nuk e di, mos i binte dielli shkojshim na, E kur u ose kur ktheheshim? vishim për shkolle, i shkojshim. E kur u ktheheshim? 2-3 orë shkojshim shkolle, 2 orë në hiqim me gjan, e u ktheheshim darë. Mershi buk me vete? Po si, na mershim bukën me vete, Çfarë mershi? Ç'na falte Zoti, mershim bukën. Qa falti Zoti qa prodhon të shpi, se Zoti çfarë qa prodhon, Zoti ka thonë luj dur, boni punë, punoni, aq sa keni mundësi atje, sa ato do të hajsh, se Zoti sa për qelli. Bukina pas, kishim bërmet se rushim gjan, gjindën, krynin, ja... Buk misja, buk runi? Ja, buk mici, buk në gruni, kur e bojshim vetë, meshën në buk gruni, për në kina pas mil misër gjithmonë, ma shumë të nuk u bon të gruni. E mershit bukën me vete? Po. A ishte e ftoftë, ishte e nxehtë? Nuk ka rëndë. Buk në gatushin ishte shumë e mirë, më fatë se gatushin me qerep nanat, nuk gatushin buk si rasë, e gatun të t'u bon të citmit, me qerep dheje.
Keni pas pjekat herë me balë, me vjerës, po. Pjekshin 2-3 bukë, 5-10 qilë buka. Po kur vinte dimri, a mbartë ujë lumi, u mushte lumi me ujë? U mushte me ujë, po... A kishte vështirësi me kalu, a kishte urë? Kishte, ca dush kishte, dilë në mershin çunat. Ju mershin ato me kalu lumin? Po, në mershin çunat, kur vinte ujë shumë, e mente, ose e shifshin të ato arshiu madh, i meshim gjonë shpejt, i qëshim shpi, se po të vinte ai lumi madh. Nuk kalojshim? Pa pshuaj nuk kalojshim. Kishte shumë rëmbi madh? Po, vinte, shumë, e lumi jonë ka pasar shumë. A ka pas ranë një lume, ka pas morë lumi? Neve jo, kalamaj gjona jo. Po rob, njerës të katunit ka që janë mëtë? Ose që i ka morë lumi që i kanë shpëtu? Se ka qenë luma, ka kalu lok për lumë? Njëri për atyre ka qenë ndarja jem. I shkretës a herë qkonë të punë të këthetet, edhe ishte shise, ishte dimër, se ishte verë, se ishte lumi i mushaj, do të kalon të atë lumë. Do të tërhishti lumi, do të tërhishti të kushëve. Po të mrena e merte, po ne kina pas një 2-3 vetë, hem vlajim, hem gjajim, hem vlaj nëse zvlaj, se e kanë pas da lumin prikto. Ka qenë azana, bura cuba. E në në qiqin, kraha në qiqin, po i kanë pas dalë, një gjithë, I kanë pas dalë për gjithë, për gjithë katunit, ata familje. Po. Kështu ti sa vjetë shkolli, bone 4 vjetë, ha? Po. Kem sove, me shkruaj me lezu, se dhe sot shkruaj të lezo mire, kem telefon gjithë, dhinet lu, kenti krashet lu, dominom, raf, spika, se shlo prej dore. E ka dojnë e pleshnisë këta. E nga toni pa të mësu, se shumë mirë, nuk është se e mërzicim shumë mësusin, se nuk në dirë të koha me mësu, se ishim me gjanë. Kur vejshim dark, ne në zënë të gjumi, s'kishim fuqi, ma se kala me ishim. E ma se ne rrifte. Në atë kohë ka pas drita në katunë? Ja, s'ka pas drita, në kina pas dritë. S'ka pas drita hiq? Ose një kanil vogël me gaz, ose me dritë zjermi. Me dritë zjermi, nuk ka pas, as i shpi nuk ka pas drita? Pas ka pas, as në qytet, atë kërkon. Po që ka pasar nuk ka? Jo, për drita nuk kina pas drita. Atëherë dritit vetëm me ato me kanilat me vaj? Me kanila me vaj e me... Se kur kanë ardhë dritat me thanë drejt, mu nuk më kujtohen, të shte ma... Se në të majtë menu, një me majtë menti? Nuk më kujtohen. Për na, kina pas shkru, kina pas lezu, nonat tona kanë pas qepe, boqarape, metëm me dritë në zjermit e me kanil me gaz, se në gazë ishte i shtrejnë. Por kur s'mundë në njëri që kishte probleme shëndetësore, qa bojsh në ati spital s'ka pas? Ishte në bon në veshin akun, në veshin kështon... Atë si gjonë qërë do të bonte. Kishte në zeshin ethet, në hikshin vetë, rishim 2-3 ditra, nuk ka pas. Ne i fërmjerë. Fërmjerë ishte për ditë, vinte herë mjavë me bona e gjithë pa? Pa, fërmjeri kishim, na për vete kina pas 1 vilë. Nga vilësa ka pas herë më zalënërë? Veshim na atje, ose vinte aje atje më zalë bastar atje, se nuk ka pas. Shikoni qëfar kushte shkan jetu njerëzit o njerëz. Ne sot këtu hypim për 5 minuta, hypim makinë, shkojmë buvilla, bëjmë fotografi, pa me fantastike, këto është më e mirë se Zvicërlanda. Jam të e thonën, po këto e ka edhin gjithë shoqet e minja, sepse kanë vujtëm këtë. Po, brezi këtyre kanë vujtë shumë. Po, gjithë se kushit prap. Sa vjeç më martojshin gocat? Katunin tuj, po folin për katunin tuj, në të ka? Si mas... Familjes, apo? 15 vjeqe, 16 vjeqe, kanë qenë martu me 2 vjetër, me 3. Unë për vetën time, jam martu 15 vjetë ati ka mushke borri. Qëllova me rëpë mirë, qëllu njërë të mirë. Po, preta shetë, shkoj, po të mirë, valla, të mirë, ja, nuk kam shme i thonë, fisin e babësim i kam njerëz të mirë, janë njerëz i qitë serë, të rept, po janë njerëz të drejtë dhe janë të respektushëm, që janë respektu nga kushdo. E sidomos flasë i herë për babën tim, e për agja që i kanë pas burë zotni, pak në grave si kanë grejtë dorë në herë, grusë nanën si ja kanë shanë në herë, grusë fare fisit si ja kanë shanë në herë, se këto në shumë zona dhe në shumë vene, edhe akoma edhe sot biles, burrat fjallë të parë që zjerën nga goja është me i shanë nanën grusë, kjo është tupë e faqë zesë, por e kanë një pjesë e mire shqiptare e kanë këto, për ato nga kjo aspekt, unë them mirë që jam bi e ati babe. Plus që babën ka pas shumë anë të mira pozitive që ka qenë imi, me gjithë se kemi pas fukarodhik është diçka tjetër. Po pra, janë martu në mosh 15 vjeqë, edhe sot janë dushku 15-16 vjeqë më martu gocat, po është i ras zemra me një djalë të moshës vetë, është i pëlqys, janë ato është moshë e rinis, janë ato hormonet, ato zhvillohen, ja do zemra, turet, hik, është tjetër. Po, martesa këtyre janë ndryshe, sepse dikush ose është zonë nuse në bark nanës, ose është martu me një që nuk e njeh.
As, si kina pas njoft, as ajo ditë bile më sartë. Si të kanë kërku të? Kush të ka kërku dhe si të kanë kërku të? Unë nuk e di se më atë kohë, nuk e di që në ditë në gjumon këmë shku me gjanë. Ditë në shtunë erdhen rëptën për nishanin, atë retë me fjallë. Recet? Ditë në djelë shkova majtë kalit të burri. Po, tash kjo është interesant. Baba im fakt ka pasi histori tjetër, se ka pasi martes tjetër, por nga që kam pas një mos marrëveshje, duku në mirë kuptim me familjen e nuses, është ndame të, edhe nuk kanë majta në mirësi, jo që ka qenë gruje pandershme, po ashtu ka qenë problemet imësore familjare, që po, nuk do të futem atë. Pastaj baba im ka kërku i gru, axha im fakt ka kërku një gru për babën tim, edhe ka thonë që duk më gjemi nuse, e ka kërku baba imi nuse jo për vete, po ka desh një nuse për nanën. Po. Ma tregoj çik të pra. Nana e vjera ime ka qenë 83 vjeçe. A i njajë në qi? Burri imi ka thonë... A i njajë në qi? I njajë qik, si me sert lek. Me sert lek, ja vi qik e sertshme, ha? Kurse burri imi kishte pasan vlajtem, Gjemali Konati, kishte thonë unë du i nunë se për vlajnë tim, thot, po vlajnë, thot, e do, thot, nuk e do për grua, për shërbim të vetë, e do vetëm për shërbim në nanë. Po qësë nuk ma jep, para të më des nona nuk e du më maje. I ka thonë daje, sa për gjyshit? Ja, i ka thonë daje, se unë qenë da me gjyshin, me babën, më kohën e përpashme, sepse vlaj... Prit, pa dalë ki martesa, si keni qenë da, prit i her, prit? Po kina qenë dana, sepse erdhë kohë kooperativës atëhere. Po? Baba im kishte 100-200 dëllim tokë. Vlaj im e futim kooperativ. Hy tokën e kishte baba. Baba nuk pun hyntëm kooperativ ma të ka, sepse kishte djallë në ushtar, kishte kalamit e vojgjër. Flasë për vitit 1960 këto, a? E ne, thamë, pa marrë djalli prija, ne, thamë, do të doj vlanë. Jo, po e pete fjallë, jo, tha parë, jo, të dru, tha i djalli, më tha ne, tha, më kovak, më gatru me qonë, tha djalli, baba. Ha, me vlanë e vetë? Me kishte dy qona, hem Shabonin, hem Harremin. Ha, po? E ne, në u dam, në të shtira me nana, ra me djallën e vetë. Po prit të si unë datë, ti unë dave për i babë se rej me vlanë. Ra, u dava për i babë, të rash me nanë me vlanë. Ishim 2 nanash. Po, atëherë ishin 2 gratë jeto ishin? Po. 2 a 3? 3 ishin, për njona nuk kishte fmi. Njona s'kishte fmi? Po. Edhe këto 2 gratë që kishin fmi pra ishin me 2 barqe të ndryshme prej babe, prej 2 nanash, do të ndashim u bo 2 shtëpia në vetje, për mu futën kooperative me nda tokat. Po, atëherë për ne, se vla i më hynim kooperative, ne ndanë tokat, të shte unë dy tirom, ram. Tire me nanën? Me nanën e me vlanë, me motrën, më mi fjallë ishim 2 motrën atë pa martume. Unë ishe vogla, në tjetre i qik me mëllë. Te Zahiria? Po. E në daj Shabani? Po. Tire me këta. Po gjyshi? Gjyshi ra me Harremin, me mejtën, me kalamajt vetë. Me një kalamajt ati ishit, po me kalamajt e mejtës? Po. Me kalamajt e digos tjetër? Po, se ka qenë 2, 2, që në kam kina pas shku, si me njënë, me tjetën e në gradë kam pas shku shumë mirë. Me njënë tjetërën, po. Pra, ti të shtejni nda, si ty një ba 2 familje, po jo mu nda burë e gru gjyshi me nda me i hedhë, pra se nuk i një familje ime, po janë nda në 2 shtëpia, ti kera me dajën, e me të Zahirin, ju keni qenë mbi dajën, pra. Daja këto moment ka pasë në rolin e babë, se në rolin e vlajë. E ne, kur Arkare ka kërku axha im, gru, për tetën tim, për babën tim, ka fëll me daj Shabanin, pra, jo me gjyshin, sepse ti ke pasra me dajt, pa. Edhe ka thonë që unë du i ka kërku të. A i ka pyrë sa vjeq, a je, sa vjeq, si je, se ka pas diferencë qik me babën tim, orat 20 vite diferencë. E ka ditë, se sa vjeq jam, po, pra, po në vetëm tjetë robi orë, me boj shërbim nanës. E që i ka thonë baja? Unë ishim, pa të herë ka qenë me shkuth. Kë ke pas shkuthi? Vlane nusës vlajt. Vlane nusës... Vlane nusës... Shabanit. Pra të dajës, ka dives. Po, e shfot shkus, edhe... Janë marrë vesh, kanë thonë pa. Po. Të s'pa kur zhjonë si e fiju? Po s'ishte atëherë, nuk u ka dhënë të atëherë. S'dishën gjanë heq? Ja, dishëm nuk ishte lizë.
me bo me ditë gruja, ose me bo me të kalu, për shembull me me bo me të kalu, punati me kalu ne, për shembull kur ishe me gjanë, fjala vjet, me ditë, me ngju shtëpia i çonte lopë në ditë, se ka të më pa gocën, se ka qenë kanon, ka qenë përgjithësi. Thash pra, se në Malsi kanë hasec me kanune. Pra, edhe Agja nuk unë kalonte me të patu dhe ti me usët, jo me kalu. Është kur shishtë atë nata, që ora është, sa ka të si tjetë. Pra, as baba im të s'ka pas ti se ke pata, s'ke ditë hiç se si, ashtaj s'ka ditë se si e. Jo, vetëm me anë në Shkocit, mi fjali besoj që njëni, sepse të herë më fat ka pas besë, nuk ka si... Se sa, ka qenë robë të fjallë, soj shosh që shtoj dhe është kësho. Po, ka dove drejt, se ka dove drejt, mrapa kishte perrejt e kishin kushte të veta. Ishte gjoba. Po, gjoba. E në ty të fejun, pra ti ishe gotë se fejume, halasi kishe bo 15 vjeqe. Ja, pra, imagino ku jemi tashin 1946, 14, 1960 fix. Edhe, vjet dita e darsmës, ditën e premte, e martu për shtunë për djetë? Për djetë. Ditën e premte ke shku të lujt gjanë prapë. Kam qenë gjanë, nuk t'ishe gjanë. Të lujt me kanamaj, të lujt bish, të lujt shka. Kam gjetë motrën të eme, që ka ardhe gjetë Rahmet ka vdeke, kam gjetë darobu për të shtunë. Po? Ndarë, më kanë hodhin shamin kokë, qërëm këtu po. Ti erdhe prej gjasë gjallë, ishe ditë e premte? Po, ishe me kanamaj të lujt. Ishe të lujt, erdhe, gjete motra, thop se kanë arë, top se janë të gatu, se janë bërë, po. Shumë në shpi, e? Asja, kur më ndarë, më thot motra, hajdi qikë, do në më hodhi shamin kokë, në do të qa. Te Zaheria? Për shumë. Te Zepashamja, e qofte Gjeneti. Po, e në kaj, që në smaj me në gjonë tjetër nuk e di. Po, ma. Po shtunën? Shtunën qarënë? Djelen shtunën, vetëm kur erdhën ropë erdhën të mproj shami, të mproj daljana, shamin me bile ma hodhën kokë. Erdhën krushit të pru pajnë, a? Po, daja jatyne, daja, draja, 3 vetë. E qatë prunë për paj, matko? Matko nuk ka qenë. Sot kërkojmë florit, sot kërkojmë shpia, sot kërkojmë makina. Jo, atëhere ka qenë, nuk ka pas. Mu për vete e në për gjitha ka qenë, po për në për tjerit. Ka qenë prunë isha mi ka lëmqare kina pasan dikur, 5 kokra uriz mrena, 5 kokra fije sheqeri, sa dega ullini, një 4-5 djetë ullini. Jo, se këto janë traditat vjetra, dega ullinit është gjithmonë është majtë simbol mirësie, marësie, dashurie, lumëturie dhe bereqetin në shtëpi. Sot edhe orizën dhe sheqerin e kemi akoma që e hedhin makina, pra ato 5 kokrat e orizën nuk janë sjellë për paj, po janë sjellë si mirësi, se ne sot i hedhim as makinës. Pra, o sjellë një dega ullinit, janë sjellë disa kokra oriz, një dorë oriz, një dorë sheqera të mrenë ke boqja. Po, të nuk ka pa karamele gjona kokra të herë sheqeri. Po, e tjetër? Më kanë sjellë palë vaf, të nesje, mami fjallë të ashtu kanë qenë atëherë s'ka pas lëri. S'kanë pas gjithë, se kanë qenë ropë, s'kanë pas me marrë me provë. Jo, kanë qenë përgjithsi. I piju nëns. E na jo të neshje? Na jo, për qërtu ishin, që nështu. E në i palë potë më duket. Nuk më kujtohen më ka e që po roba po me vesh na i ose copa? Po me vesh roba sa me vesh atë dit. Sa me vesh atë dit? Atë natë me shku të tje. Po kur shkojshë do të hishe? Pa të hishe, të shte hishe vesh tjera. A ishin tuja të roba që të kanë pru? Nuk, atje nuk e di. E di, po s'do me të regu, edhe sa e po është të rësht, nuk do me të regu, do i me gjasa gjona. Po nuk është gjoj, gjo këto, nuk është gjoj keqe, se nuk është se është të usha njëri, ka qenë kushtet vështire. Ishin robet, si u bishin atëhere. Po robet, po ty të kanë pru robot e kunatës më duke, se s'kanë pas, ka qenë fukarej. Kur je fukaran, nuk e qa me bo. Kanë pru robot e kunatës, ti kanë pru për me i vesh. Edhe kur shkësh në usa ti, do t'i hishë ato robot me dhanë kunatës. Do t'ja aftishin të sajta, unë për vetën time, ma ca në tjerë nuk e di. Për vetën tonë, se do për folin për gjithë. Po, edhe, të morin me kallë me gamarë. Me kallë. Me kallë? Me kallë. Me përcjellë s'mrapa. A u bona i drek, a u bona i darka? Po, drek, bona i vlajmë, si s'bona i drek. Darsë me boni. Bon darsë me u bo darsë me shumë me muzika, po? Muzik nuk ka pas atëhere. Me qifteria, me qaro bode në ka? Nuk ka pas orkestre, janë atëhere mershin qeftelije, mershin, ose mershin atë i fshatit me lodër. Ose do lodër është bo fenomene. Pasi përgjithësia, atë nuk unë ja bëj budë.
Dashën sa pat mundësi vllai Po, po mirë, ai sa ka pasur ka qenë kushte të vështira, ka qenë kusht normalësie, nuk vllajna me vllain Ram ishin të vogla, po vllai na ka pas majt shumë, na ka pas dash shumë vllai. Më shumë se vllai më duket ju ka majt nusja vllajt, ashtu thu për herë, se na vllai nusja vllajt, neve nuk na ka fut, nuk na pa pas fut i herë i shpoll. As nuk e njohin si kalameci ishin, bëshim prap, bëshim gabime, vllai jo në herë nuk e ma mend na futi po frikë kishim. Se tërse ishin vogël, po nuk nash. Nusja vllajt, nana ime thoj të prini gjanë si ta pyetshim, thoshte mos të pyetni mua, pyetni notën. Ajo na mësonte si fëmijët e vet, me thanë drejt. Po këto e po për herë thash. Ja po zoti po pref shpirti atje në xhenat atje ku ja. Jo, na ka pas majt, na ka pas dash ajo. Jo, na ka pas ajt edhe, e unë më kur kam qenë fëmijë që ne shkojshëm me ne këtë dajë, ne pas shku shumë kina pasar, ka pasar këtu pas kuqan në Tiranë. Për zotin na priste Kadifi, na i shtronte ishim cop kalamani, ishim fëmijë, do na i bonte të psijat shumë orizë me mish, me çart kishte se kanë kalamet për misafir. Ishim kalamaj. Shkojshim që më luaj. Na përcjellte na futën në xhep atë para një tapon, një siç ka qenë koha atëherë na monte jashtë motse. Ma fort na majte nuncet na mante. Ashtu i ka negocat ashtu i ka në sot. Po. Edhe nëse tash erdhën dyt, morën, hypem kal edhe hike. Përcjellësit ka qenë me përcjellës atëherë, do të na çuishin. Kush të vinte përcjellës në atë? Si ata si të toshin 50 vet, 7 vet, 9 vet ka qenë tek. Se ca kanë ardhur nuk e di. Atë kohë ka qenë për shembull vishin krushit, shkojshin për cilësit, krushit para, për cilësit mrapa me gotë, dhe ta mojshin gotën për krahi. Po. Edhe të isha ditë e more, veshtë të jetu u martuj të ike burri. Kërshë ditë. I le lopët, i le delet, i le dhit, i le të bikshën të lujt me kalamaj, i le glëncinglën që lujshit, e ne, ike. Prezal neve shkove e mrazë. Po, pra vekë kanë pasan, po. Mua të më qëllun, me të ndrejt, unë shkova shumë e re. Nana ishte e vjetër, pa i kepat në traumatizma. Burri më tha, do më jetu me mund. Ha, që të më kalzoj her, qatë tha babaj për herë të parë. Unë tha, do t'jetësh me mund. Ja boj shumë, s'dishe gjo, se si janë jetimi, ku janë jetimi. Te i tha, do t'mi shërbëjsh nanës. Kur dali koha, pushimi me bo pun tjera, me fshishpi, me bo pun tjera, boni. Po mo. Nanë të bëjë shërbimin, tha nana, futën post, tha nana, bjerë për pëngjere, për ngjere, jam ose... Fjallën mi e këthe? Po, jo, ku mi e këthe nanës fjallën? As mi e këthe, në mi e shpështo. Mi e s'për s'dyt jo? Jo, tha, qartë thota jo, ata ke për të pëtë. Tha, që ta të bëjsh, jam ose, mësë më pritëm shpi, një këm shu, se nuk më rajau ku puna ime. Ti qëllë dytën? Ne ma i në gjuhën të shkurtoj? Hik për para, se vjen. Po mirë. Po për nanë ne kanë pas shumë mirë, të majqme. Me të thanë drejtë, unë nuk i pëlqej që kërkun, se unë i herë ka të 15 vjeqë ishe. Burën e kishe 2 metra gjallë, vetë ishe i thamë për mi tokë. Shkurtavi ishe, e nësot e shkurte do? Po shkojshin mas burrit të në ti, shkojshin po. Kur shkojshin dhe shkojshin 15 metra mrapa? Ha. A 20 metra? E në mirë. Vinë të shkon të në punë, vinë të ndash, shkon të kenana, thoshe të ka shërbe, po, atë ka këthë fjallë mraqë. Jo, si fjallë më ka këthë në shtëmën të krëta, ja, se nuk i përqeshe. Si e për djallin tim thojtë, për që ti thojë shumë më këshën qu. S'ka marrë vete thojë shumë më kanë marrë. Si kësë më këshën qu. Ku nati, i tha nana ime ati, Gjemal Rema, tha. Kush atje të herë ka qenë vetëm atë Gjemali? Kanë qenë gjithë, për Gjemalja ka pasë ndorë. Jo, Agjerizaj ka qenë Tiranë duket, e në atë ko ajo. Agjerizaj, ka qenë Tiranë. Kanë qenë dorë, atje kanë qenë kretë, në Tiranë, ka qenë Agjerizaj ka qenë Tiranë, asaj ka qenë me punë të lartë, po këto të vjetë kanë qenë atje. Por ke unë ka qenë Gjumoli kryesori. Po, nëse keni qenë 2 shtëpia me i ven aty, po keni jetu me i ven. Tha ka da me i ke, tha kam 3, me këta tha i ke amanet, i ke bo 4, se më të thonë. Ju të praveshët e kina fjallën për Gjemal Rejmen, për Gjemal Lezin. Me këta tha i ke bo 4 kalamaj. I ke amanet, repa marak, se do ta moset min tim. Pra të tla, në ndaja ty, e daja të tla në amanet ke ashtë Gjemalit. A kishte 3 edhe kjo është mija jo t'i 4.
E ne, me thënë drejt, Kalove, tash ti, kam gjithmonë tham, nuk është turp fukaralliku, e në unë sot në krahasim me jetën që bëjnë njerëzit to fukaresh, jam se gjithë kanë vilat i kaçë, dy kaçë me toga, me lek, me makinat më luksoze, unë për zotin halam që këtë shtëpi të kushrit, tim me shelaja, e në unë fukaresh jam sot. Kështu që unë fukaralliku nuk e kam për turp, e kam për turp likshtin, poshtërsin, mashtrimet që bëhen, ose në qëta si e demel dhe nuk puno. Unë me pnu me fëtu miliona valej, mu mi haj macet e rrugve edhe me haj njerëzit që kanë nevoj se këshum ka gatujt zote, s'kam që me bë. Kam qenë për herë. Qarë kushtesh ishin atje? Qarë shpije? Shpija ka qenë atje në Fravesht. po, Qarë shpije? shpia madhe ishte goxha kull, e kishim Si kullat e malit si kanë qenë? E kishim të ndame me arka, me rafta buke, me këta mi ishte ndame, po jo me gardh. Jo me mur. Jo, jo. Pra, kjo dhomë është dhomë është ndame në mes me arka Po. të mdoja. Po. E këtu ishte Gjumoli me kalam, kunoti me kalam. Kunati me kalamet, atë me kalamet, mac, rri aty. Këtu këdo më tjetër ishte ti me burin tishka, me babën tim, Po, e nana. mi dhe ishim, ma vetëm kishim ata bishim mi dhe. Po Fravesh, a kishte drita në atë kohë kur je martu? Ja, s'ka pas. Korrent nuk ka pas. A kishte ujë? Uj kina pas pos. Keni pas pus, pra nuk ka pas çesme, Jo, pus. atje. A keni pas larg pusi? Pusi, se kina pas larë, për shumë. Pas keni vujt. Shpia ishte. E po pra, këtu atje është 100 metra. Pra, e keni pas bajt ujtin me kraha. Po, Rrobat e kina pas sit me kraha. Rrobat i keni pas ta prej pusi apo keni pas shku në lumë? Jo, robat i fuqim kosht, i garkojshim, beshim në kucinë, në hikshim ke kroj biljet i thojshim, atim. Po, që është në Fravesh. E nezshim djermin, venshim kusajnë, bojshim fin me hi, e ne i fërkojshim, e ne i zishim, po ata u bojshin akull në fakt. Fia shumë e mirë për me lajnë flokët, me lajnë rrobat. Se në majme që në për jam qenë i vogël, mamim mi ka pas ta flokë me fi, edhe unë i kam flokët sot si me qenë pyllë, i kam flokët shu si fshes i kam Po mashallah. i kina pas lau mi ven për shembull me konatën, nuk i kina pas lau veti, se kina pas shku mirë me gjitha. Po keni pas qenë shtëpi që i bojshi krejt me i ven. Po. Edhe keni pas shkuj atje, keni pas nxeht zjermin atje, kishin pas nxeht Ose fi. shkojshën me tjera. S'keni pas shumë sapun. Jo, s'kena pas të pojët here. Po flokët, Me fi. nuk keni pas as sapun arabio, Jo. sapun zi. Kishte 15. po kështu 12 shash të vogël, po sa me lanë i du në se në lëshë me fi atëhere. Për gjithë se je vetëm unë. Prej, para se hika tjetër që do të vimi qike vdekja e gjyshes. Unë ishim në Sirere, kurse ajo ishte e vjetër usmu, ira i grit. E ne burri ishte në punë, ishte 3 muaj para Bajrami. Te ke qenë në Sirena atë kohë, Po. pra ke pas 4-5 muaj nuse. E ne ditën e Bajramit më thot konati, qarë si e kini adetin ju, si që kështë kërëptuj si e Bajrami parë. Unë thash, atje më vinë tanë motrat, e në tanë motrat e fisëve, Pina gjatë se të është shugoja. vinë o ditën e parë mas ditje, o ditën e dytë, para ditje në dalim e morim kaj karamele, kaj brekhalëm ka qenë atëherë, se s'ka pas karamele, më përlagje pisna me bia, me nuse, pisna kretë. Ham drejtë se kush në vetët në hikim. Mirë, tha, do me shku para mas ditje, tha, se te, po do shkësh nesër mjesë. Thash, unë nuk do të shkoj. Tha, pse? Unë thash, nuk do të shkoj, thash, se nana të mund. Po mas në, qoftë largë, thash, me bo me vdek nana. Gjumë, ajo është vdekët sot, nuk unë rejnë, se e bajën gjinofin. Thash, me bo me vdek nana, thash, me ardhën kënej, është turp për mu. Jo, them të qunë, jo, thash, unë nuk kom të shku. Hau, tha, mirë, e vendosa mësë me shku. Si Bajrami parë. U grem vje i kusheni motrës. Me më thret për 93, e kishim afër motrën atë, e për rajnë Kusheni motrës? Gjajnë e burrit. Gjajnë e burrit, për gjaj Aliu. Po, kushreni motrës është në kushreni jo? Kusheni burrit, Ha, motrës. ha, kusheni burrit motrës, ha, pra. E në erdë, po në në smunë, në nuk në folte, i vinte si ashtu se, po se ishte më dëshek, gretëm vjetë daja im, daja nënës teme. Se kishte emre? Daj zyba, pri Fraveshi. Qofi që ne. Po shaj shumë i zjur, nën në pa smun, Hasan në pa atë se ka arë pri diqka. Tha Gjëmaj, tha di pëse ka marrë. Ka dali, tha Hasani, tha ka marrë para ta e pra Gjëmani ishte agja im? Po, kunati. Tha, nuk e di unë, tha te folshe.
Jo, tha, tha, ku e keni hallin, tha Gjumoli, unë tha kam marrë, tha me marrë këtë mes, sëjtë për drek, tha mi ka du shpajnë, tha në me ditë, se më ka për daj, po në unë për ne, tha, Hasan e ka marrë, tha, njën e këto, tha, qoftë njën e qoftë tjetër. Unë tha e kom pëtë me mjes, se më ka thonë, tha i fjallë, si nuk ma thotë, jëtë jetësop kalamani, tha, po me qene në një pjek me. Ha, tha, kur s'kan gju, tha, me shku ke rëpë të vetë, si vishin lishin të tanë motre fare fisë, unë ta nuk e qoj kërkun. Për në jena ofër këto, po i ofër, si ofër, tha unë nuk unë e qoj, tha se kjo nuk kanë gju. Herë tjetër, tha kur do një jamernjë, kur do i tha me anë dhiri, të gjinderën. Ka thoni, tha, ka motrën, këtë i tha, ka da e nëndë. E në hikë në ndarë, u grerë, burri pri punë, e cerë për bajram. Ose ka pas në fabrikat Këqeres, të ka. Më kruj. Po, ka pasar prej raze, prej farreshjet, mbrapa malit krujës atje, ka pasar në kam, deri të furat e Këqeres, do të punonte të dilte shpirte dhe prap të shkonte atje. E ne... Ja qa jetë është vështira kanë kalua, e nësi mos të du mos të respektove sot të njerës. E shef në vetë së ta ke lujtë kënë të shjo, të shpenonës këmë në të shpëte. Njerë, nëjse ndarë, të shna pa qepë, po të Gjumoli sa bini ju, të trajmë sa me në betë. Goje presi ishte gjojo, po u shifte. Shukte që ishte smune, ishte të dhanë veta. Të shati si bini ju i herë ju bini ju, të shparajun, të shmacanej, po bion. Unë ajtë të mbëth, ja pata jo ke qiti që shku më gokë, të unë nuk e dishim se si vdeset se si le, me thënë drejt. U fat me ndilin prej gjepin, e më shua burë, në e futa prapë më të. Pa jo të zullë të mori qitë frenë shvetën, unë e qujta kunote. Thash që, thash sa në e qitë pa qirë. U grenta, morën 3 mjesit dhe shpirtin. Pret, morën 3 ka vdek gjyshja? Po, morën 3 ka vdek gjyshen, morën 3 ka vdek i biri. Morën 3 ka vdek në baba jem. Interesant se gjyshja ka dhënë shpirtë më dorë të mamtime, e në baba im ka dhënë dorë jetën më dorë tonë. Pasa dash fort në në birë njëri tjetrin, ata kanë vdek njëri të nërë. A mama në qëfar dite ka qenë kur ka vdek në ndatë gjyshja? Nuk më kujto, as për ata, as për fëmijët e mi, nuk më kujto qëfar dita shkanë qenë. Se më kanë vdek në 3-4 kalamaj, nuk i mame në mamë. Datat e djasët për kanë vjetë pra e botën e gjenazën, mas u gre, nësit e shëf, pas ke qenë men të Gjumollit e tha. Pas ishte torë servishon sëto, ka pram pejram, e në kështë shkova. Pas e pria ti kine arë njëra poshtë, në Fushkruj, apo në Borizane? Në Borizane, mas kësoj. Pa. Atë më deo duhia. Eleve në spital motrë, na? Spital Krus. Spital Krus, pa. Më ka lezë të mo 17-18 vjetra, nuk e di se si kom qenë me thënë drejt. Pa. Sa se fillim, nëna ime, baba ime ka majtë si fëmijën e vetë, nuk e ka marrë grunë për grupë, e ka marrë për nënën e vetë, se ka qenë moshtë vogël, dhe ka qenë si fëmijën atë familje, pra nuk ka qenë si nuse. Atëhere, naroj, në mushmenja më shkur në malësi, e kom marrë duhin 6 mush e kina hikë më malësi, puri kom punë më krasë, ku ishte prapë. Sa atje më leu, masani më leu goca, u bo 2 vjeqe gjyme. Atje ku e leve goca, më shpi e ke leve? Më shpi. Me mamik, me këshu me gru, me një? Jo, më shpi e kom bo. Kur e ke ditë këke pasafër? Këke pasafër ku ka ditë? Kur më ka ditë gota, më pa ta shku këna na ime. Pa ta arë të poshtë, se gjasë... Ka që kanë pasafër pas kushanë ato? Po, ato pra nga daje kanë pasarë ranë pas kuqan, nga një nga zazneri? Më ka leke nëna ime, nuk kom shku mi fjallë as të neja sa nej. E më shpije ke ditë bërse? Po, e në kom bëjt, karë burim ka më nëjë. Kur më ka le djali, pra, me thënë drejt ishëm të 90 mujë. Ishëm 19 ditë, pa ta mush në mushin, unë për të nësit pata me thënë drejt, mora të ushqit të misër, të esit në djelë. Të ushqit misër, të të esit në djelë. Se do të hajshin lopë? Pri fuqije. A të tha kush, apo e bone vetë? Ja, më tha borë me të thënë drejt.
ata thamë. Se nuk e kanë ditë ata, nuk e kanë ditë as rëndësinë, as vlerën, nuk e kanë ditë as rrezikun, nuk kanë pas dijenin se çfarë do të thotë që një grup shtatzon ditë të veta, që nuk duhet grej para të rënda. E kishin në për turp, mi thanë se... Kam grunë shtatzon nuk unë boj punë, zakonet malsore... Kur hiku mjes të merre fuqin, të ne i hasrat në barë, tha në qitë mitrin, ishin 2 kintal mitrin fuqi i droni. Me të apsit, dhe traj 2-3 orë në djelë, në fote prapë mrenë. Unë mora e qita mitrin në djelë, në 2-3 orë, do të falë djelë, në mora prapë me të apsi, unë prija me borë të fote fuqit mrena. Kur sa që gati... Tu e maru? Maru, ja filloj barku, dikua, minuti, po... I tha shpejt e futa mrena, një dojë kona... E plak me gjitha të dhime, fote misri, maru misri. Kishe për të lonë misrin, unë me disa borri të mamë, vinte borri ma se më thorë se të së ketë fot. Ne se më thotë, i bëzoj konacë. O, deja, hajde, nënës me dhjut. Tha shumë kam shumë dhemje. Tha... Për të i tha që më natëm ditë, se e futa misrin, për më tha burri. Nese, mura jo neze zjerët me thëndret, neze zjerë me ndhome, ne... Mze ujtin me të një mu me bo lindje. Ne kishtë në kalamet për të dhënë bukë. Të unë ka të morim, ka të morim, thashtë morim hajri në dajronës. Shkëm qoj i kalamo, vetë nuk e di, shkoj mur hajri e dajronës, dojës temë. Dojës nënës teme. Pa. Erdhë hajria, thashtë di që hajri. Mund atrokën tërë me kërtojnë. Bje, mata mamente erë burri pri kruje. Erë burri pri kruje, hynje që më kullë si ishte torpë. Kishëm i mami, e kishëm bruzë zalë. E pa të pronë shtetja të herë. U bëjtë konata, i thëtë burri, vetë konatit, e ne burri temë. Shko në shpit, sa në tjetë, të në dhe gruja. Ka mund tjetë vitin 1968, se janë diferenca e moshës fëmive që e logarisun të ashti. Se më 70 ka le vlajem, edhe më 73 ka le nu, ne kena le në fushkruj. E në tha, jo tha burri, tha po vdit deci, tha sa nuk shnatur, tha më shku. O natën, o shkoni të dy, se një natën kishim për të mori femën vetëm se të shenë, ajo zvinte të kishtë në frikë që rupë shenë për kësjanë për shemë. Nuk në gjoj, mu me thëndrit, merë fëmija mrapsh. Qa rëziku a shiva. Erë fëmija mrapsh, dojë krahi. Bre bëhet ka lemje në shtunë natë, ma si e panë në shtunë, u gresh koj gjumali konati me zhjith burin e pronë mjetë në bërë, më patle djali, sa karanto ka vdek. Djali. Halidi vdek, O, tha Iria shëqyrë, se si në pëtoj gruja, se mi jamra pri vujtjesh pri cikletit, mam, djali më hiku, e në vetë, sa katë më ngellëm në gjithmonë. E në masa ne, goca më vdicë, djali më vdicë, leo vdek. Ata i ka plas sy, i ka plas gre uj me sy, ka ardhë, ka hapi, ka pa aty, edhe pa kalu momentat, kanë plas fëmija, se sy i robit sot, edhe sot e kësaj dite, njeriu, sy u kesh e plas njeriu, plas edhe gurin. Ato tjetë ka vdek nga sy u kesh, nga plaka shtrik që i ka pak shumë me sy, që edhe t'i ko është të zotju 3 dvorri. Ata hikëm fushkruj, hikëm, se sa vite më najtë me tjene hikëm. E që më falit zoti, nuk më runë, më hikën 3-4 kalamaj. Nese u grejta shko, më falit zoti djalin pra, shkova fushkruj. E kom bon spital shkërcimin. Erdhëm shpit, më panë rrë për thotën, e kom marrë qunin në masën e direkt për kru. Gjeti masinë, e po lakat kom shku në kru. Burim ishte në punë. Të hinë, e kom pas vetë këtë cartë se ku vetë naja, një shkalama.
Djali erdhë burri prej pune. Vija 5 vjeç që duhet ke qenë atë ka. Po, ka qenë duhija. 5 vjeç, 4 vjeç, 5 vjeç, 64 ka qenë duhija, në 70 ka qenë Sadriu, shkëlqimi ka qenë para Sadriu. Para. Masën e ka ardhë prej pune, ka gjithë derën më dhe ka pëtë komshinën në qifi, ka thonë ku qenë, ka thotë, ju pas mund djali ka hikë në kruj. Ka ardhë plakën në kruj, dile una që menshme, thishë oto, i dhash në plaqka dje, e qunit, që thash në hikë, shpaj me gjithë gotë. Të gotë sa vetëm? Po gotë në kështë morë për dore, erdhë në kruj, për gjithë natën. Hikën, i thash për nesër mjesë më kanë thonë doktoreshët të tini këto të gjithë, për të mbish here. Ky gretë mjesë, kom shqit, i kam pas shumë të mirë, vinë kom shqit gjithë, vinë demergjitë, vinë cartë, vinë ka plan të pëtë, ju bo djali, ky bo me hikë. Së një lendët të thoshtë se dhe të hikë. E një ishte bo vonë, unë djali më vdisë me mjesë, kare 2-3 natës. Prej që po vje, s'ka, ra djeli shumë. Pësit ja bëjmë thënë, që s'kishtë telefon e gjatë herë. Thash unë, plaqka të kam qu poshtë, ma epë një thash mi copë spitali, u abi prapë copën unë. Po mire, mbledhën djali ishte, i vjeqë gjysë, ishte i metrë gjynë zjatë. E marrën djali më kraha. Motopusë më hëpën maminjet, keshtë dere spitali. Erdhe i fatë, më lërun venin më erdhe i faturina, që thash se i kam, jo thë nuk kam të morën lekë. Nese erdhe drypa në Halili, thoi, i kanë pas thonë. Ato është Halili është në sot. Nuk i rash më fushkru, thash se me bo marë burri me gotë, më hikë në kru, e unë me këra mo vdek dera më, e një mojtë sa mi ru, pa ru, 3 ru, ure, ru. Në Halilin zallën ka me fëmijë ka, pra me të fëmijë të vdekën kraha. E ne, kur kishte qenë nisë ky, hikë kom shqitje, kështë thonë të shkoj, thot marrë vesh. E në kështë qenë nisë atë, pësa kalu i shpinë. Kur më panë ta, dajet e burrit, ta kaplantë e këta, me kalama këshin thonë, i pas ka vdek djali. Jo, thonë, po, thot ajo që këtë ato e. Nese u turnë ata. U turnë hapi plakur dhe ere nuk furt në mrene, unë vuna kërkov në ujti, thash taloj djalin. Erdhë shëqjes se kaplanit me thanë drejt, ma derdi ujtin, ke për talatë, i tha se e lojnë na. Më tha burri, tha, gjetrap me taj nuk ka qenë i keq, po ishqin se dërli. Ma atë mënyrë janë rritë, ato kanë pas ato mendimet e veta, ato gjykimet e veta. Dil jashtë, dola jashtë, më kapi për krahi. Tha, vëmenë se të në gjitha, e të shopi pik lote, tha, o të jëmë. Tha shumë nuk kom për të qa. Non time, e rëpte mi, e vlante me kishën Tiranë, kush vinte me qu lajmë ka. Nuk ishe asë njëri. Nese, me thonë drejt, hiku, u bona si e qmenme, si e lujt me mensh. Ma ta ma mende, kështë qenë nëjtë vlaj, me notën e vlajtë, e me dy gocat të mdoj, qkojmë për një 2 net ke. Me shku për qevë? Për qevë. Kër vjej, me disë rrugës, shafa borin shtrurët, kishin marrë, shko të barrës djalin. Kuj da e burrit, shkoj këtë doktorit, unë lujta mensh, unë nuk kishe qenë në vete. Shpejt të thot këno si da e stajnja. Shpejt të thot i mrenë, thot mos të shofë shaboni. Mos të shofën se e i ka pas rast më një tokë së fort ati më fatë. Nuk ka pas durum të dhime. Se i kanë pas dheknet vetë ati. E ne futen mrenë të kur vja, thot mos fute i mrenë bërtet e me disë handë, thot se që ka shtrua borri, thot pas ka vdek djali. Jo, thonë të të shirë grabë to. Po, thot pas ka vdek. Ne që kur erë vlajtë të shej, më patar doktorin pa gonja 2-3 gjelpona, se pa ta hi. Ka i vishin hofën e mersh, i vishin dur të shtesha hofë shkëdera. Të ma të bërtaj, nuk ndërojsh asë një më shpaj. Ndër zotim rryti, zotim me të krejtë prapë se prapë. E në ma la këtë gotë në dytë, ma la një javë, sa, ma la, thënë, t'i shkësh për para, për mra, po më s'malon vetëm, tha vlajnë. E qita vujti i kam hjek për vete. E, po, flasa për vetën time që këta kanë qenë, po kështu ka qenë ato, ka dhejat i atëhere gjithmonë.
E pra këto ka qenë jetë të vështira, pa ujë, pa drita, pa kushte, pa lavatrice, pa asgjë, me udhime edhe fëmijë vërtet do ta marrësh Bile jeta ime, po se jetë nënë se këta kanë qenë, kurse lavatrice në kështu, na veç me dori, kina pa plak. Se i kina lavatrice, kina kretëna, burra, nuk kina fuqimin e emi fëmisit për lavatrice. E si në fund me gjithë të dhimet më të madhe, pastaj, për jetu kur qemëm në Turqi, ai vuni ka pak gjithave, kur i thojnë sa që na pranoj gjithve. Çfarë me bëna? Kështu ka qenë koha përgjithshme. E humja më e madhe ka qenë edhe humja vllajt tim, që e humëm. Ajo, ma të nej. Ajo, kur i thojnë i ka shtu dhimet, i ka bom sa që nuk du ti përmen. Pra ju këtë ndaj këtë jetë, shumë vetëm mund thonë që du klikime, shumë vetëm mund thonë diçka tjetër nuk më intereson fare. Po e ndaj se kjo nuk është vetëm jeta e nënës time, se këtë jetë e kanë jetu edhe shumë gra tjera. Po janë haru shpejt dhe ne kemi haru shumë shpejt dhe nësat kena harrojmë të respektojmë, të dumë dhe të kalojmë kohë me prindrit tonë. Por, kur i humbim, i shoh edhe sot në rrjetet sociale, nane dashur, babi dashur, m'hike o dritë e syve, nuk gjeta o dritë e syve. Sa ka qenë gjallë, qa ke bo për nënën tate, sa i ke nejt afer, sa i ke ledhatu flokë. Jo me ledhatu, se si janë të ledhatu flokët, asun si janë të ledhatu flokët. Po është fjalla, sa e ledhatu, sa e mas, sa ka kalon me nanën, sa munosh me i bo qefin. Sa herë e pytë se si je. Sa herë munosh me a lecu dhimin që ka. Mas i kiki. Me shku me qullule atje dhe me vund Facebook më u duk për ropë, mos u duk një fare. Doni dhe respektoni sa i kini gjallë, sidomos i erë këtë bres, sepse këto kanë vujt. Duk po them që do t'ina këtë 4x4, do t'ina të mrekullushëm të rapër i qeli, sa asni nuk ina, asun nuk jam e s'kam shans për me qenë, kena gabimet tona, kena shprejt tona, kena mërzit tona, mërzitna me vetën tonë, ka herë thona mos na folni, mos na opërzini, se kur shko tesh do ta mos ta kërkojmë ke ju, po të paktën mos i lini vetëm. Të paktën edhe në qota si jeni largë, s'kini mundësi me qenë me to, merrni nga janë telefon dhe pyetni se jeni. Se dikura i telefon nuk do të ngrihet për ju. Pra, kjo është jeta e nënës time. Por do të kem prapë nga nëna ime shumë jetë edhe shumë histori, sidomos se do të mundohem me ngacmu për ditë, me më treguar nga histori të re, sepse këto histori duhet bëhen mësim sidomos për brezin e ri sot. Sepse janë jeta të jetuara, por janë që janë i harru, që edhe ne biles i kena harru, unë biles shumë herë i harroj. Edhe i kujtoj kur flasë kur diskutoj. Unë për vetën teme sot jam e lumtur. Djali më ka vdekë gjithë sa, më kanë vdekë sa dush, po jam shumë e lumtur. Sepse u bona 2 muaj gjysë se kam thë krahin. Ka të shpiur gjova, me ilaçe me gjitha jam. Me tensioni nuk me merr ilaçet as të jo me merr jashtë shtetit. Kur vje funi, e bekoft Allahu, e bekoft Zoti, se mjetë ditë nësoj që me mlasi kalamon. Nuk ka që të thot kërkun, e sa qëreku i gjymë se qëreku tim t'ja bojnë Zoti kësa i goce, e t'ja bëjnë fmit e vetë, e Zoti i bekof me gjithë fmi, e në gjithë ka i kam fmit e mi. A e në gjoni o këllë maj, a shifni, kështu më boni. Sa qëreku im t'ja boni nënës t'juj se do të bjerë nërmen dikur, gjithë se kuj. Bile i përzijem ka herë, i tham ka herë, kam morë ka s'le kam shku këtë dyqani, masë me plagari qarë duhet. A të përvepin mu ma, se logarim shpiju se kam qef heq. Nuk du të ati. Se s'kam shumë, se t'kem shumë drejt logaris, po nga që nuk kam, që ato 5 lekë që e kam e ditë më sërën. Pere që avë shprit më. Pra kjo ishte historia e nënës time dhe historia e shumë grave në malësi që kanë jetu në kushte të vështira, edhe fëmijët i kanë lind duke lidh rrypat në tratë e shtëpisë edhe duke sforcu veten për me lind fëmin pa asnjë lloj ndihme, kanë lind fëmin, e kanë lënë aty janë marrë duke bërë punë të tjera, duke bërë shërbim njerëzve të familjes. Kanë jetu me familje të mëdha, nuk kanë pas drita, se kanë ditë se çfarë është drita, nuk e kanë ditë se çfarë është korrenti, nuk e kanë ditë se çfarë është frigoriferi, nuk e kanë ditë se çfarë është kushti luksi, nuk kanë njeh doktorin, nuk kanë njeh spitalin se nuk kishte, nuk kanë njeh bukën e grunit, biles, po e them unë se e kena pas gjithmonë këto, që e kallzonte e harroj, që edhe bukën e misrit ta hanin për bukën e grunit ta hanin për panine. Pra jo që të nifshin diçka tjetër, ndërsa ne sot i kena zjedh, nuk na pëlqej, kjo e vogël, kjo e madhe, kjo e kuqe, kjo e bardhë, kjo e shumtut, ai ky fustani e paskat supin kështu, ai ky nuk më pëlqeu kështu, ai e mori më të mirë kështu, ai e mori më të keq ashtu.
dhe jeta kështu kalon, ne harrojmë që në fakt të vëmendje, të përkushtrim, duhet t'ja bëjmë prindërve tanë, gjyshërve tanë, të paktën folni, bëni që të flasim, të rregojnë histori, sepse nuk është puna që të rregoj histori, e gjoj bota, që trupnova, që të marrë vesh bota se që kam jetuar sa fukarallik. Jo, kjo është jetë reale që është jetuar. Se edhe ato kanë nevojë me zbraz zemrën. Po do mundohem që të marr shumë histori nga nona ime që të shfaq me ju për jetën si ka qenë normale, se di shumë se ne na kanë rrit me pralla, jemi rrit fukarallik, s'kemi pas mase lukse, po baba im çdo natë binte çiftelis, ai këndonte, ne kërcenim, ulnim, lunin domino gjithë në shtëpi, ato që kishim, hanim, e përzinim të nxjerrim kusht hanë kokën e groshës, ajo që ishte, po të paktën në shtëpi ne jena rrit me harmoni. I sert ka qenë, fjalën dy nuk e bante, po të pa e herë ajo kishte marrë fund, ama dorë nuk ka pas, qamen nuk ka pas, për familjen ka qenë, për komshit ka qenë, për farefisin ka qenë, për marrë shoqërinë ka qenë, po të kishin e sobuk, do të ndante me gjithë, po të kalonte dikush nga rruga e shpistona, dera e shpiston do t'ishte e hapme, ja ka hongër shpirtin më mëstime se ka qenë shtëpia jonë, me atë copë buk tha që kishim, tavolina jonë do t'ishte plot natë për natë, me miq, me shok, me të njoftë edhe me të panjoft, një zemër të madhe, një zemër t'tillë ka pas, ai shofti xhenetit në ime pasi e gjatë se bon ka vujt. Edhe dua të marrë edhe shumë histori të grave në fakt, të kisha dëshirë që gjithë ato që kanë një histori për të treguar nga historia e nënës së tyre, të gjyshërës së tyre, nëse edhe nuk duhet të identifikohen, nuk duan që t'i dalë emri, mund më shkruajnë në Facebook, mund më shkruajnë në YouTube, mund më hidhin email, ma tregoni historinë tuaj dhe edhe pa emra ta shfaq, sepse këto histori duhet të ngelen si tema mësimi për brezat e ardhshëm, sepse po vdes kultura, po vdes tradita, po vdes respekti, po vdes njerëzia, po vdes respekti për nënën, po vdes respekti për vllajën, dhe leje për të vjetrit, për gjyshërit që shumë pak po i duan. Do të më tregosh histori tjera prapë, Do të tregosh histori tjera prapë? Do të vendoj tjetër në telefon. Për çdo histori që të më kallëzosh, do të vendoj në telefon i lojë të re.